Përshëndetje miq, ja ku erdhëm edhe sot për t'ju falenderuar në rast të parë që më mbështesni. Sot veçanërisht dua të përshëndes njërën nga komentet e mia, Milena Angelon, e cila ka qenë dikur pacientja ime dhe atëherë ka qenë shumë e sëmur, por mësova që tani ishte goxha mirë dhe më bë shumë qefi. Të përshëndesa Milena, qofsh mirë kudo që t'jesh. Sot zgjodha që të flas për meditimin. Kur folëm dje për besimin në vetvete, njëra prej mënyrave që më ndihmoi të ecja përpara ishte meditimi. Meditimi ka qenë vërtet një vegël që mua më ka rritur shumë pozitivitetin, jashtëzakonisht. E kam nisur para 6 vjetësh. Në fillim nuk dija se si ta bëja, thjesht kisha dëgjuar fjalën meditim, por se si ta menaxhoja ishte shumë e vështirë. Meditimi është thjesht të qëndrosh në qetësi dhe të mos mendosh fare për asnjë gjë. Thjesht të ndjesh veten tënde, të ndjesh frymarrjen tënde të thellë dhe pak nga pak ti lidhesh me shpirtin tënd. Ndjen zemrën tënde, ndjen një paqe të brendshme dhe kur arrin të ndjesh dhe një butësi, atëherë vërtet ke arritur atë që duhet të arrish. Qëllimi është që ty meditimi të jap paqe dhe qetësi. Dhe ajo butësi është aq e jashtëzakonshme sa ti nuk kërkon të ngrihesh nga ky meditim. Dhe ty të duket sikur ke 5 minuta që po mediton, në fakt kur shikon në orën ka kaluar 1 orë. Ajo të bën të jep kaq shumë energji dhe të përgatit për ditën që vjen, që ti t'jesh e qetë për të përballuar të gjitha sfidat që do dalin përpara. Edhe një nevrik të dali përpara, ti do ta përballosh sepse je mbushur me pozitivitet, me paqe, dhe ajo paqja e brendshme që ty të krijohet është kaq e madhe sa ty kur të vjen një person dhe flet negativisht, nuk do ta prishësh atë paqe që të është krijuar dhe kërkon që edhe atë ta ndihmosh dhe t'i japësh pak nga paqja jote. Është vërtet e paimagjinueshme. Provojeni dhe do ta besojeni. Fillimisht është një çike e vështirë. Do ju duket e pamundur të përqendroheni sepse mendimet e ankthit e shqetësimeve të ditës gjatë gjithë kohës do t'ju vinë dhe nuk do t'ju lejojnë që ju të vazhdoni dhe të futeni në brendësinë tuaj pa menduar asnjë gjë tjetër. Por s'ka problem, mos u shqetësoni, thjesht rrini të qetë dhe lërini mendimet të ikin, përpiquni të merrni frym thellë, përqendrohuni tek frymarrja juaj, përqendrohuni në një pikë me sy mbyllur, përqendrohuni aty dhe do shikoni që pak nga pak do futeni në qetësinë e shpirtit tuaj. Dhe kur ta arrini, atëherë do më besoni. Gëzohem shumë që e ndava këtë mendim me ju. Inshallah ju bëft vërtet fajde, siç themi ne shqiptarët, dhe ju uroj një ditë të mbar. Kalofshi mirë, mirupafshim.